Pajtohem plotësisht me ta që e tha zoti Abozi se kemi pas një bashkëngjitie dhe një të panevojshme për më tepër se një vit, kur kemi përbase fushata zgjedhore për zgjedhjet e shkurtër ka filluar qysh në dhjetorit e vitit 24, ndërsa i tërë viti 25 ka kaluar me seanca të një pasnishme, herë kushtetuese, herë jo kushtetuese, të ligjshme, të paligjshme, për të ardhur deri te momenti që çon në zgjedhjet e parakohshme dhe pikërisht në datën 28 dhjetor, datë e cila përkon me momentin kur pjesë e madhe e mërgjimtarëve e bashkëdhetarëve që jetojnë jashtë Kosovës ishin në Kosovë dhe ju kishte ardhur një mundësi e mirë që të gjithë ata të jenë në Kosovë për festat e fundvitit dhe për të votuar për të ardhur në këtë momentum. Mirë, unë mendoj se me rezultatet që dolen nga 28 përkundër gjithë asaj çfarë ka ndodhur në të kaluarën, për çfarë ka ndodhur në vitin 25, krijim të institucioneve unë mendoj se do të jetë shumë shpejt, pasi që lëvizja vetëvendosje në bashkëpunim apo në bashkëqeverisje me minoritetet jo serbe, pra me minoritetet pakica jo serbe në Kosovë i ka numrat e mjaftueshëm për të krijuar qeveri. Dhe unë mendoj se në këtë moment është më se e rëndësishme pas krijimit të institucioneve që edhe partitë opozitare përkundër rezultatit dhe përkundër gjithë atyre premtimeve dhe dëmave dhe pabërat e tyre në vitin e kaluar që duhet të jenë pjesë e kuvendit dhe të votojnë marrëveshjet ndërkombëtare të cilat janë në pritje tash në periudhë të gjatë, marrëveshje të cilat do t'i sjellin afërsisht 1 miliard të hyra vendit tonë. Pra është një gjë shumë e rëndësishme. Por partitë opozitare kanë shfaqur gatishmëri që të miratojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Ajo që është kritikë edhe e tyre është se mungon gatishmëria. Pse mungon gatishmëria e një bashkëpunimi, sidomos e partisë fituese me subjektet e tjera shqiptare brenda parlamentit, për të jetësuar përveç marrëveshjeve ndërkombëtare edhe planet e tjera apo sfidat e tjera, siç është përmendet edhe jo zgjedhja e presidentit të ri. Nuk ka sinjale se mund të ketë një harmonizim apo bashkëpunim për një marrëveshje. Në qoftë se i shohim me kujdes të dy fushatat parazgjedhore, pra të shkurtit dhe këto të dhjetorit që janë mbajtur në vitin e kaluar, shihet qartë një zbutje dhe një fjalor, një gjuhë tjetër si nga pozita, ashtu edhe nga opozita, edhe nga vetë zoti Kurti, pra kemi të bëjmë me një qasje tjetër që është bërë gjatë gjithë fushatës, e që në fakt mendoj se një gjë e tillë ka ndikuar dhe i ka sjellur edhe disa numra të ri dhe i ka bërë të mundur që tani ta krijojë qeverinë si e vetme,